Ka momente kur dhimbja shfaqet në forma që nuk mund të shihen në plagë që nuk lën gjurmë, por shënojnë thellë shpirtin. Ndër këto dhimbje, ndoshta më e dhimbshmja është ajo kur një fëmijë tashmë i rritur është tërhequr emocionalisht. Ai fëmijë që dikur vraponte në krahët e tu me një buzëqeshje të ndritshme, por sot, kur të takon, mezi të shikon ose madje shmang pranin tënde. Kjo dhimbje është e vështirë për të shpjeguar, sepse nuk thërret për vëmendje, ajo thjesht hesht. Nuk është dhimbje fizike, por ajo rëndon në çdo frymëmarrje, në çdo rrahje të zemrës. Nuk është mungesa vetë që dhemb, por ndjenja përfshirëse se je lënë pas dore i harruar nga dikush që dikur ishte qendra e jetës tënde. Carl Gustav Jung, me kuptimin e tij të thellë për marrëdhëniet njerëzore, njëherë tha, më e vështira për një fëmijë është të mbajë jetën e papërjetuar të prindërve të tij. Kjo fjali, që në shikim të parë duket e largët, mund të jetë çelësi për të gjithë këtë dhimbje. Kur i përkushtohesh plotësisht fëmijës tënd, kur sakrifikon ëndrat dhe dëshirat e tua dhe harron veten, pa dashje i kalon barën për të qenë kuptimi i jetës tënde. Ndërsa rritet, ai e mban këtë barën me vete dhe fillon pothuajse pa u vënë re të largohet. Dhe ndoshta as nuk e di pse. A kujton ato ditë kur e mbaje dorën e vogël të tij, letrat e ruajtura me dashuri, netët pa gjumë gjatë sëmundjes, ditëlindjet e organizuara me kujdes, këto gjeste të vogla që për ty ishin shprehje e dashurisë së pastër. Dhe sot merr përgjigje të ftohta, një fjalëshe. Paftësi që jo vetëm dhemb, por të bën të dyshosh nëse gjithçka që ke dhënë ka pasur ndonjë kuptim. Kjo ftohtësi nuk është thjesht një ndryshim në sjellje, ajo është një mesazh i thellë, detyra jote është përmbushur, është koha të zhdukesh. Por a është vërtet kështu? Apo është thjesht një shprehje e diçkaje shumë më të thellë, që deri tani nuk e ke parë ose kuptuar? Heshtja e një fëmije mund të duket si ndëshkim, por ndonjëherë ajo është një lutje e qetë, një pasqyrë e rritjes së brendshme të tij, një ihon e asaj që kur nuk është thënë ose ndjerë. Kjo largim nuk ka ndodhur pa pritur, ajo është rritur me çdo mungesë të vogël, me çdo model të përsëritur, me çdo zakon që nuk është vënë re. Ajo që ndjen sot ka rënje të thella, që fillojnë në vitet e hershme dhe rriten me çdo ditë, me çdo gjest derisa një ditë shpërthen pa kontroll. Kur kjo shfaqet si ftohtësi, ajo ndjehet si tradhti, por shpesh është thjesht rezultati i një procesi të gjatë, të heshtur. Carl Jung na fton të shikojmë më thellë, jo vetëm në atë që është thënë ose bërë, por në atë që përsëritet, që projektohet, që fshihet në qoshet e heshtura të ndjenjave tona. Dhe pyetja që mbetet nuk është vetëm pse po largohet, por gjithashtu kush jam unë tani kur personi që ishte jeta ime nuk më njeh më. Kjo është tradhtia e vërtet me të cilën përballen shumë prindër. Jo harresa e veprimeve, por harresa e kuptimit. Jo që emri është harruar, por ajo për të cilën ka nënkuptuar ky emër dikur. Dhe çfarë mund të bëhet përballë kësaj? Përgjigjja nuk është në kërkesën, jo në shpresën për ndryshim, por në dëgjimin e përsëritur. Dëgjimi i boshllëkut, i heshtjes. Dëgjimi i asaj që shpirti yt ka heshtur për vite me radhë, pas të gjitha atyre viteve të dhënies, pa kërkuar asgjë në këmbim. Ndoshta para se të presësh ndonjë gjë, duhet së pari të rikuperosh më të çmuarën vlerën tënde, atë që ka ekzistuar që para se të lindte fëmia. Kjo është hapi i parë drejt çlirimit nga dhimbja. Jo të mohosh atë që ndjen, por ta kuptosh. Jo të kërkosh për të kaluarën, por të gjesh veten përsëri. Heshtja e tjetrit nuk është gjithmonë ndëshkim, ndonjëherë është një ftesë për të dëgjuar veten, për t'u rizbuluar. Frustrimi që lind nga kjo projektim është një tronditje e qetë, që jo vetëm trondit lidhjen tënde me tjetrin, por edhe themelet e identitetit tënd. Nuk bëhet fjalë vetëm për zhgënjimin nga dikush. Është sikur po shpërbëhet historia që ke shkruar për veten, ajo histori që ka dhënë kuptim për kaq shumë vite për kushtimi. Pyet veten pasi dhash gjithçka, pse tani nuk ka mbetur asgjë? Dhe përgjigjja, sa e dhimbshme, aq edhe zbuluese, mund të jetë ndoshta ke pritur që dikush të kthejë diçka që vetëm ti mund ta japësh vetes. Carl Jung e ka thënë qartë, ajo që nuk e pranojmë në veten tonë, na shfaqet si fat. Dhe ky fat mund të marrë formën e një fëmije të ftohtë,
të një mungese emocionale të qëndrueshme ose të një heshtjeje që transmetohet përmes brezave. Ajo që ndjen tani dhimbje, zhgënjim, zemërim nuk është vetëm pasojë e qëndrimit të sotëm të fëmijës tënë. Është pesha e viteve ku dashuria është jetuar si detyrë jo si zgjedhje. Pa vetdije, ke mësuar që dashuria jote është e vetkuptueshme, pa ndërgjegjësim dhe mirënjohje. Fëmia yt kur nuk ka mësuar të thotë faleminderit, jo sepse nuk ka zemër, por sepse kur nuk e ka ndjerë nevojën ta bëjë. Ai jeton si i rritur me të njëjtat rregulla emocionale si kur ishte fëmijë ti jep, ai merr. Për Carl Jung, dalja nga ky labirint nuk qëndron në faktin që tjetri zgjohet, por që ti të zgjohesh. Dhimbja që të përshkon nuk është hakmarrje e jetës, ajo është një dritë sinjalizuese. Një ftesë për të mos jetuar më nga plaga, por nga vetdia. Jo më në rolin e heshtur të viktimës, por si një njeri i rritur që e pranon, e nderon dhe e rindërton për jetimin e vet. Ndoshta ftohtësia e fëmijës tënd është pasqyra më mizore që jeta të vendos përballë. Por si çdo pasqyrë, ajo nuk tregon vetëm tjetrin, por edhe ty. Të tregon kush je bërë, çfarë ke lënë pas dore, çfarë ke sakrifikuar, pa e kuptuar që në këtë proces ke humbur edhe një pjesë të vetes. Dhe pikërisht aty fillon mundësia për një ndryshim të thellë. Jo sepse fëmia yt ndryshon, por sepse ti e gjen veten përsëri. Dhimbja më e mprehtë nuk vjen nga klithma, por nga heshtja. Jo nga agresioni i drejt për drejt, por nga braktisja emocionale. Kur fëmia yt ndalon së të konsideruari si i rëndësishëm, është sikur një dritë e brendshme shuhet. Pastaj shfaqet ai zë i brendshëm që të përçan pas gjithçkaje që kam bërë, kjo është ajo që meritoj, por ky zë që tingëllon si një ego e lënduar është edhe zëri i një identiteti të ndërtuar mbi një supozim të brishtë që dashuria pa kushte është gjithmonë e mjaftueshme. Që përkujdesja automatikisht do të thotë që një ditë edhe ti do të përkujdesen për ty, që të dhënit do të sjellë një ditë marrje. Jung nafton të shikojmë këtë zë të brendshëm me ndershmëri, jo me turp. Ai ka thënë gjithçka që na irriton tek të tjerët mund të na ndihmojë të kuptojmë më mirë veten. Në atë zemërim, në atë zhgënjim, fshihet një pjesë e jotja që dëshiron të shihet. Ajo pjesë që besonte se të ishe nën apo baba ishte gjithçka, që vlera jote ishte në përkujdesjen e vazhdueshme, në rolin tënd, në përkushtimin tënd. Por rolet ndryshojnë, fëmijët rriten. Dhe çfarë mbetet kur ata nuk kanë më nevojë për përkujdesjen tënde? Mbetet boshllëku, moskuptimi, pyetja e pashprehur, kush jam unë kur nuk më kërkojnë më? Jung e quajti këtë humbje të lidhjes me vetveten e vërtet me atë thelb të brendshëm që ka ekzistuar përpara se të bëhesh e prind. Egoja që është identifikuar plotësisht me rolin e dhënësit e ka harruar veten. Dhe kur ky rol nuk ka më marrës, ndodh kriza. Ky është kurthi i egos prindërore të besosh se pa nevojë nuk ka identitet, se pa mirënjohje nuk ka vlerë. Por dashuria nuk duhet të bëhet varësi dhe përkushtimi nuk duhet të kthehet në kërkesë. Të dashurosh nga tërësia do të thotë të dashurosh pa e humbur veten, pa u zhdukur. Ti ke qenë dikush edhe para se të bëhesh e prind. Ke pasur histori, talente, plag, pasione. Ai person është ende aty, ai pret që ti të kujtohesh për të. Propozimi i Jung nuk është të heqësh dorë nga dashuria, por të heqësh dorë nga pritja që ajo të kthehet në formën që ti dëshiron. Është një kujtesë që vlera jote nuk vjen nga të tjerët, por nga vetvetja. Dhe se rruga për të dalë nga dhimbja nuk qëndron në ndryshimin e tjetrit, por në mënyrën se si e shikon dhe e trajton veten tënde. Nuk është e lehtë, por është çliruese. Kërkon guxim për të parë veten pa maska, guxim për t'i lejuar heshtjes të tregojë të vërteta që i ke injoruar me vite. Sepse pikërisht aty, në atë ndershmëri, fillon shërimi. Egoja e prindit kërkon mirënjohje, por vetja e vërtet kërkon autenticitet. Egoja dëshiron falënderim. Shpirti kërkon kuptim. Dhe kuptimi nuk buron nga përgjigjja e fëmijës, por nga siguria që ti mund të ekzistosh me dinjitet edhe nëse askush nuk të duartroket. Nuk duhet të ndalosh së dashuruari, por duhet të ndalosh së qeni i varur, sepse boshllëku që ndjen nuk mund të mbushet nga fëmia yt.
Vetëm ti mund ta mbushësh duke u rilidhur me atë që ke qenë dhe me atë që ende mund të bëhesh. Carl Jung e formuloi qartë, ajo që nuk e pranojmë tek vetja jonë, na vjen si fat. Dhe ky fat mund të marrë formën e një fëmije të ftohtë, të një mungese të vazhdueshme emocionale ose një heshtje që zgjat për breza të tërë. Boshllëku që hapet nuk është një humbje, është një hapësirë e lirë. Një hapësirë që mund ta mbushësh përsëri jo me varësi të reja, por me prani, me autenticitet, me zërin tënd. Shumica e njerëzve kur nuk arrin këtë thelb të brendshëm, sepse ngjiten pas identiteteve që prej kohësh nuk u shërbejnë më babai që mund të bëjë gjithçka, nëna që sakrifikohet për të gjithë. Por kur fëmia largohet, kur nuk të kërkon më, kur nuk ka më përgjigje, nuk thyet vetëm lidhja, thyet edhe imazhi që ke pasur për veten tënde. Dhe, sado i dhimbshëm të jetë ky thyerje, ai mund të jetë edhe fillimi i një lirie që ke shtyr prej kohësh. Pikërisht aty fillon zgjimi, jo zgjimi i fëmijës tënd, por i yti. Një zgjim që nuk qëndron në marrjen e përgjigjeve ose në dëgjimin e ndjesave të pendesës, por në shtrimin e pyetjeve të reja: çfarë i detyrohem vetes, cilin pjesë të vetes e kam harruar në emër të dashurisë, sa mund të jap ende pa u humbur. Vetdia fillon të rritet kur pushon së kërkuari, kur lëshon pritjen që përkushtimi yt një ditë do të vlerësohet siç e ke shpresuar. Sepse pikërisht kjo pritje është zinxhiri që të lidh me dhimbjen dhe kur e lëshon, lind diçka e re, mundësia për të zgjedhur veten. Të mos e shohësh më veten vetëm si dikush që jep, por si dikush që ka vlerë vetëm sepse është. Njoja që historia jote vazhdon, që ajo nuk përfundoi kur fëmia yt pushoi së të kërkuari, dhe që vlera jote nuk ekziston vetëm kur të kthehet, por sepse ajo ekziston tashmë në ty. Por mos u mashtro, ky zgjim është gjithashtu një ndarje, një proces zije. Një ndarje nga imazhi që ke ndërtuar për veten, nga përgjigjet që ke ëndërruar, nga gjestet e mirënjohjes që nuk kanë ardhur kurrë. Dhe në të njëjtën kohë është një çlirim nga një barë që kur nuk ke pasur nevojë ta mbash bara për të ruajtur dashurinë duke mohuar veten. Jung na mëson se individimi, ky proces i shenjtë i të bërit përsëri, vetja kërkon parehati. Kërkon që të përballesh me hijet e tua, me frikërat, varësitë, modelet dhe me guxim të lëshosh atë që nuk të shërben më. Ndoshta ka ardhur koha të lëshosh shpresën që fëmia yt do të kthehet një ditë me pendes. Ndoshta duhet të vdes imazhi që një ditë do të marrësh njohjen për gjithçka që ke dhënë, jo si dorëzim, por si akt i lirisë së brendshme. Sepse për aq kohë sa pret, qëndron në vend. Dhe kur lëshon, fillon të ecësh. Në atë lëshim fillon të shohësh përsëri veten. Pushon së dëshiruari të jesh i vëzhguar dhe fillon të shohësh vetveten. Pikërisht aty fillon zgjimi i vërtet, jo kur diçka përmirësohet nga jashtë, por kur fillon të shikosh veten qartë, me dashuri dhe me ndershmëri. Dhimbja të ka sjell deri këtu, por vetdia është ajo që do të çojë më tej. Dhe kur të jesh zgjuar një herë, kur të njohësh dritën tënde pa pasur nevojë për pasqyrën e tjetrit, asgjë nuk do të jetë më si më parë. Do të jesh i plot jo nga ajo që thot apo bën dikush tjetër, por nga ajo që je gati të shohësh brenda vetes. Carl Jung ka shkruar, nuk mund të zgjojmë vetdijen pa dhimbje. Njerëzit do të bëjnë gjithçka sado absurde për të shmangur përballjen me shpirtin e tyre. Dhe kjo është sfida më e madhe për shumë prindër, të përballen me shpirtin e tyre. Të pranojnë që lidhja që ka formuar jetën e tyre është ndryshuar, që dashuria e dhënë nuk është garanci për dashuri të kthyer, dhe që respekti nuk fitohet duke heshtur, sepse ka një heshtje që mbron, por edhe një heshtje që shkatëron. Shumë prindër heshtin nga frika se mos humbin edhe atë pak që ka mbetur, nga frika se ajo lidhje e hollë do të thyet, dhe kështu lejojnë fjalë që lëndojnë, gjeste që dhembin, mungesa që bërtasin, paftësi që gërryen. Të gjitha në emër të diçkaje që duhet të ruhet, por nëse kjo diçka është ndërtuar mbi mohimin e vlerës tënde, atëherë nuk është lidhje por nënshtrim. Respekti i vërtet nuk lind nga heshtja që shmang konfliktet, por nga të folurit që buron nga vetë respekti, nga guximi për të thënë të dua por edhe unë ekzistoj,
nga guximi për të vendosur kufi që nuk ndajnë, por të japin dinitet. Ky hap i ndryshon të gjitha. Ai riorganizon marrëdhënien, e detyron të piqet dhe mbi të gjitha e rivendos vendin tënd në botë, në familjen tënde, në jetën tënde. Shumë prindër besojnë se vendosja e kufive do të thotë të rrezikosh të humbasësh dashurinë e fëmijës tënd, por në të vërtetë është e kundërta. Ajo që shkatëron marrëdhëniet nuk është qartësia, por nënshtrimi i verbër, konsumimi i heshtur, grumbullimi i plagëve të vogla që nuk u përmendën kurrë. Vendosja e një kufiri nuk është egoizëm, është pjekuri emocionale. Është ai moment guximi, kur i thua vetes me ndershmëri, jo më kështu. Jo nga inati, por nga vetë respekti. Është një akt i qetë diniteti. Një shenjë e butë që thot unë ende jam këtu, por jo me çdo çmim. Të duash do të thot mund të të ndihmoj, por nuk do të lejoj më të më përbuzësh, sepse përpara se të jem nën apo baba, jam një njeri, dhe ky njeri duhet të shihet edhe nëse të tjerët nuk e shohin më. Ky ndryshim mund të jetë fillimisht tronditës për fëmijën tënd, për ty. Mund të sjellë distancë, parehati, madje edhe akuza. Por nëse e mban këtë vend të ri me qartësi dhe butësi, mund të lindë një lidhje tjetër më e vetëdijshme, më e pjekur, më e lirë. Sepse të mësosh të tjerët si dëshiron të trajtojnë është gjithashtu një formë dashurie. Jo përmes kërkesave, por përmes shembullit. Jung ka thënë të duash me pritje nuk është dashuri, është varësi e maskuar. Kur e përdorim dashurinë si një marrëveshje të heshtur me shpresën për ndërsjellësi, njohje apo besnikëri të përjetshme, ne projektojmë mungesat tona. Dhe pikërisht aty lind dhimbja kur ajo që kemi shpresuar nuk ndodh. Kur heshtja e tjetrit na godet si një derë e përplasur. Kur gjesti për të cilin kemi ëndërruar shndërrohet në mungesë. Ky është momenti kur lind çlirimi më i madh, jo nga dashuria, por nga pritja. Sepse paqja jote e brendshme nuk duhet të varet nga ajo që dikush të jep apo nga mënyra se si të sheh. Paqja e vërtet fillon në momentin kur e njeh veten pa pritur aprovime. Kur e rikthen veten në historinë tënde, në përpjekjen tënde, në përkushtimin tënd, edhe nëse askush nuk e feston, edhe nëse askush nuk e kujton. Nuk mund të kërkosh nga një fëmijë të kuptojë gjithçka që ke bërë nëse ai ende nuk ka pjekurinë për ta kuptuar. Dhe, sado e dhimbshme që të jetë, kjo nuk është më përgjegjësia jote. Detyra jote ishte të jepje. E ti do të jetë një ditë të kuptojë. Por kur do të vi ai moment nuk vendos ti. Ajo që mund të vendosësh është të mos mbetesh peng i pritjes, të mos ngurosesh në shpresën se një ditë do të vijë mirënjohja. Sepse ndërkohë që pret, tërhiqesh dhe jeta vazhdon. Kur lëshon pritjet, bëhesh i lirë. Fillon të japësh pa u humbur. Ndihmon pa u tretur. Zbulon se gjithçka që shpresoje të merrje nga tjetri, respekt, vëmendje, përkujdesje, mundesh dhe duhet ta japësh vetes. Kjo nuk është egoizëm, është shërim. Është një mënyrë e re për të jetuar. Një jetë që vjen nga tërësia, jo nga mungesa. Dhimbja e mosmirënjohjes nuk zhduket, por bëhet një mësuese. Të tregon se ke dhënë më të mirën, që ajo që ke dhënë ishte e vërtet edhe nëse askush nuk e kuptoi, dhe që nuk të duhet njohje që ajo të vlej. Dhe më e bukura, kur e lëshon kërkesën, çliron edhe tjetrin. Ai nuk është më rob i pritjes tënde dhe ti nuk je më rob i reagimit të tij. Nganjëherë pikërisht në këtë hapësirë lirje lind diçka e re. Ndoshta tjetri do të kthehet jo nga faji, por nga vullneti i lirë, dhe nëse nuk kthehet, kjo nuk ka më rëndësi, sepse ti tashmë je kthyer te vetja, je i plot pa pasur nevojë që dikush ta vërtetoj. Vlera jote nuk qëndron në mirënjohjen e të tjerëve, por në thellësinë me të cilën jeton. Kur dashuron pa kushte të jashtme, pa kërkesa të fshehura, lind një dashuri e qartë, e ndriçuar, një dashuri që pranon, që lejon, që respekton edhe kufit e tjetrit. Kjo është ajo formë dashurie që Jung do ta quante e pjekur. Ajo lind nga qendra e vetdijes, jo nga lëvizja rreth tjetrit, por nga forca e qenies sate. Nuk ke nevojë të ndalosh së dashuruari, por duhet të ndalosh së varuri nga dëshmitë e jashtme të dashurisë për t'u ndjerë me vlerë.
sepse dashuria e vërtet nuk ka nevojë për dëshmitar për të qenë e vërtetë. Ajo është si një dritë që vazhdon të ndriçojë edhe kur askush nuk e sheh. Dhe kjo dritë kur vjen nga brenda ndriçon gjithçka. Të pranosh nuk do të thotë të dorëzohesh. Të pranosh do të thotë kështu është dhe unë megjithatë jam ende këtu. Do të thotë të kuptosh se ndoshta nuk do të dëgjosh kur një faleminderit, se ndoshta askush nuk do ta shohë thellësinë e përkushtimit tënd. As nuk do ta kuptoj ndonjëherë sa e vështirë ishte të qëndroje aty edhe në ato ditë kur ti vetë mezi mundeshe. Por gjithashtu do të thotë të pranosh se asgjë nga kjo nuk e fshin historinë tënde, sepse ajo që ke dhënë vërtet. E ke bërë nga dashuria pa kontrata, pa garanci. Ke qenë aty, dhe vetëm kjo mjafton, nuk ka nevojë për dëshmitar për të qenë e vërtetë. Dikur dhe ky moment gjithmonë vjen do të kuptosh se pjekuria nuk është diçka që mund ta kërkosh, por diçka që e përqafon. Dhe me këtë pjekuri fillon një detyrë e re të rikthesh tërësinë tënde. Edhe nëse nuk vjen më një përqafim, asnjë mesazh, asnjë fjalë mirënjohjeje, ti je ende këtu. Ti ende je. Dhe kjo është udhëtimi më i thellë që një shpirt mund të ndërmarrë të kthehesh te vetja kur bota ka pushuar së rrotulluari rreth tjetrit. Nuk ke më nevojë të justifikosh vendimet e tua, as qëllimet e tua, as të presësh një gjestë që ndoshta kurrë nuk do të vijë. Nuk duhet më të rrotullohesh rreth një boshllëku. Ky është momenti yt, një kapitull i ri ku ti je protagonisti, ku nuk pret më por thjesht je. Ku koha nuk matet më me mungesën, por me plotësinë e pranisë tënde. Jung na mësoi gjithashtu se paqja e vërtet nuk është jashtë nesh. Ajo nuk shfaqet në shikimin e tjetrit, as në dashurinë apo vëmendjen e tij. Paqja e vërtet lind kur pajtohesh me vetveten, kur nuk coptohesh më mes asaj që jep dhe asaj që merr, kur ndalon së kërkuari jashtë për të vërtetuar atë që ke mbartur prej kohësh brenda. Dhe atëherë ndodh diçka magjike, dhimbja shndërrohet në urtësi. Vetmia bëhet një prani e brendshme. Nuk je vetëm. Ka shumë nëna, shumë baballar që po përjetojnë të njëjtën gjë në heshtje, që kanë ndjerë të njëjtin therrje në zemër, që kanë qarë netët e njëjta, që kanë pritur të njëjtat shenja më kollë. Por ka edhe shumë të tjerë që pikërisht tani po zbulojnë se dhimbja, kur përqafohet me vetdije, bëhet forcë dritë një mënyrë e re për të qenë në botë më e qetë, më e lirë, më e vërtetë. Ndalu një çast, merr frymë, shiko historinë tënde me dëmshuri, jo si një zinxhir sakrificash, por si një udhëtim dashurie. Nderoje këtë rrugë, përqafoje veten, dhe thuaje edhe nëse e dëgjon vetëm ti, unë kam vlerë. Edhe pa mirënjohje, edhe pa fjalë, edhe në heshtje, sepse e kam rigjetur veten, jam kthyer te vetja, dhe kur kjo të ndodh, gjithçka ndryshon. Jo sepse dikush tjetër është kthyer, por sepse ti vetë je kthyer në shtëpinë tënde të brendshme, dhe pikërisht aty, në atë hapësirë të qetë dhe të mbrojtur, fillon paqja e vërtetë. Nëse këto mendime të kanë prekur, të ftoj të qëndrosh, të ecësh më tej në këtë udhëtim të vetënjohjes, vetdijes dhe shërimit. Vazhdo të dëgjosh zërin tënd. Ka shumë rrugë për të shëruar dhe secila prej tyre fillon me një hap mbrapa drejt vetes. Qofsh mirë dhe deri në momentin ton të ardhshëm së bashku.